pse, duke thënë edhe këto fjalët që sapo i përmendëm apo sapo i diskutuam, pse është e rëndësishme që data të tilla, jo vetëm në jetën kulturore, por në përgjithësi, data të tilla si 7 marsi apo festat e tjera në përgjithësi, të shoqërohen me aktivitete konkrete, jo thjesht të mbesin data simbolike. Po, është shumë e rëndësishme që këto data të kenë edhe evenimente kulturore dhe të shënohen, pasi që nëse ngelin vetëm si data në kalendar, do thoja mund edhe të harrohen dhe të mos kujtohen. Pra eventi është diçka që i aktivizon të gjithë dhe kur ka një manifestim për një datë të caktuar, besoj që edhe të gjithë qytetarët dhe të rinjt aktivizohen për të qenë pjesë e saj dhe Qendra për Kulturë është ajo pika fillestare ku të gjitha aktivitetet fillojnë dhe sigurisht që për t'i mbajtur vlerat tona, qoftë kombëtare, qoftë qytetare, duhet që këto evenimente pa marrë parasysh që janë të rëndësishme për historinë, duhet që të manifestohen.